Nën kryetari VMRO DPMN-s Aleksandr Nikolovski në 360 shkallë tha se nëse dikush vlerëson se me BDI-n duhet të bashkëpunohet, ajo nënkupton që duhet të shkojë në opozit. Ai shtoi se Taravari nuk është aq naiv politikisht që t'i afrohet BDI-s në këtë situatë para zgjedhjeve lokale. В однос на соработката со ДУИ, тука треба да видиме на каде ќе се движат работите. Доколку некој смета дека со ДУИ треба да соработува, тогаш секако дека ќе е во опозиција. Но во овој момент ние немаме никаква најава од официјална, зборувам, од Таравари дека ќе оди во коалиција со ДУИ. Иначе секако дека кога отиде во коалиција со ДУИ, тогаш ќе се промени реалноста. I pyetur për këtë temë, Taravari për këtë çështje tregoi dy opsionet që i ka në dispozicion, kurse për çështje tjera tha se mbetet për tu parë. Për deklaratën e Nikolovskit tha se partia e tij ka organe që vendosin se në çfarë drejtimi do të shkojnë. Ne kemi organe partia, ne jemi partia autonome dhe vendimet tona i sjellim vetë. Deri tash vendimi ynë është vetëm një, se në lista për këshilltar Aleanca për shqiptarët del e vetme. Për kandidat për kryetar komunash kemi thënë se jemi të hapur, para se gjithash me vlenin, në qoftë se kanë disponim, në qoftë se s'kan disponim, opsioni dytë është vetë edhe matutje e shofim. Vendimi i Taravarit për të shkuar në zgjedhjet lokale me lista të veçanta të këshilltarëve prishi marrëdhëniet me 3 partnerë tjerë të vlenit. Tani për tani ai ka deklaruar se në zgjedhjet lokale do të kërkojë bashkëpunim me të gjitha partitë përveç Levicës. Ndërkaq për vazhdimin e tij në qeveri pritet të mbahet takim të ejtën me 1 maj ndërmjet Taravarit dhe kryeministrit Mickovski.